Mirëmbrëma. Sonte është mysafir Luan Shllaku. Luan Shllaku është ekspert në dyja lamit të cilat duken se janë kundërthënëse, është ekspert i energjisë, është ekspert i mbrojtjes së ambientit. Këto dyjat pos shumë gjërave tjera me cilat është marrë gjatë jetës e kanë përcjell si konsistencë. Mirëmbrëma Luan. Mirëmbrëma. Do të përpiqem me një ngjarje e cila mund të shndrohet në metaforë. Lahni Mani, trajner i boksit, lojrat ballkanike mbahen në Prishtinë, ai e stërvit njërin prej boksierëve më të mirë të Kosovës. Kosova ka pas atëherë një listë të shumë të gjatë dhe të mirë të boksierëve, dhe në raundin e parë, raundin e dytë lufton boksieri ynë kundër kundërshtarit. Në raundin e tretë e han një knockout dhe e tërheq Lahni Mani të vendi aty ku duhet të ulet në ring, dhe ai kthehet e thot Bacala, kush është ky me dritën. Kjo më duket si një metaforë për gjendjen e tanishme, për cilën ti ke shkruajt gjatë. E kjo është se energjetika kosovare është në një moment ku për shkak se është zhvillu herët, është zhvillu kryesisht në mes viteve 60 dhe 80. Teknologjia mundet me ardhur deri në raundin e tretë, ku për njerë bjen një knockout edhe do të pyete me kush e fiki dritën. Kur do të jetë raundi i tretë? Shumë pyetje mirë. Shpresoj që shumë shpesh duani ju me bo podcaste se intervju, sepse po shoh se e keni një mënyrë shumë kreative me bo do pyetje të rëndësishme. Ne jemi afër raundit të tretë. Ta themi se jemi të qëndru në dytën akoma dhe s'po na shkon aq keq, por i kemi shenjat e para se 2-3 grushte i kemi marrë, që akoma s'ne kanë fik dritat. Para së gjithash, më lejo të them që të falenderoj që në podcastin tënd ke vendosur më marrë me energjetikën. Me fjalë tjera ke sjellë energjetikën në terren kryesor. Me qenë se folëm parës për boksin, tash nëse flasim për tenisin, e kemi gjithmonë një main court, një terren kryesor ku luajnë lojnat e mëdha, dhe i kemi ato lojnat të cilët jo janë aq të ndarë në terrene të vogla, dhe të falenderoj që e sollen terren fort energjetikën, sepse është një lami që definitivisht ka nevojë për të diskutu shumë më tepër. Energjetika nuk është vetëm ajo ku ne flasim për megavatte, megavatore, diçka aq më tepër që i ngatrojmë vazhdimisht, dhe unë shoh çdo ditë që ndodh se byles prej njerëzve të cilët do duheshin me qenë mjaft kompetent për pozitat që mbajnë ngatrimin e megavatit megavator, që është një, ta them, gaf shumë i madh, por si do qoftë, themi të boksit. Po unë po të premtoj që s'do të pyes ty cila o diferenca. Por mund të them se të merresh me energjetik do të thotë merresh me shumë gjëra. Në rënd të parë të merresh me ekonomi, nuk ka ekonomi pa energjetik, ndoshta kishte me qenë mbretnesha e ekonomisë energjetika, sepse ajo është e vetmja e cila kushtëzon një zhvillim në të ardhmen. Merresh me energjetik s'do të thotë që t'jesh në kundërshtim me mbrojtjen e ambientit, do të thotë që energjetika e udhëhequr mirë mund të jetë mënyra më e mirë e mundshme e veprimit për të përmirësuar cilësinë e mjedisit. Okej, edhe po e ndërpresim aty. Ne kemi teknologji e cila ka fillu me Gjermaninë lindore. Më thonë, Kosova A ka fillu me teknologji të Gjermanisë lindore. Në fakt, Gjermania lindore më duket i ka pru 2 gjëra të mira në Kosovë, Kosovën A dhe Birën, të cilat janë zhvillu me kohë. Por, do më thonë, po flasim për kapacitete energjetike të ndërtuara në socializëm, në kohën kur ne jemi para revolucionit të ri teknologjik të inteligjencës artificiale. Edhe prap po kthehemi te kjo, kur do të na ndodhë dhe si do të na ndodhë raundi i tretë. Po, derisa akoma flasim për kapacitetet të cilët kanë një rol shumë të rëndësishëm në Kosovë. Unë zdia do të kishim rrymë tash nëse s'do të ishte
kjo teknologji e Gjermanisë Lindore, e cila u fut funksion 1962. Me fjalë tjera, një pjesë e madhe e barrës që ne kemi akoma dritë dhe mos jemi në raundin e tretë, i takon një teknologji tepër të vjetër. 62 u ndërtu një fazë e cila kishte shumë pak një kapacitet shumë të vogël prej 80 megawattëve fuqi, e cila edhe ashtu nuk shkoi e gjitha për Kosovën. Kosova fillojnë të 20-at për me pas disa turbinat vogla me ujë dhe me indes poqet e para, sepse ekskluzivisht prodhoi rrymë për poqe, por në 62-shën ne na u thanë mund të prodhoni diçka më tepër që mund ta pus industrinë në lojë, por një pjesë e madhe duhet shkoj në Shkup, sepse në Shkup është industria e prodhimit hekurit, qelikut, që e kishte emrin Tito Vizavodi atëherë, dhe Hekurana e Shkupit, e cila u bë mundur në një mënyrë funksionalizohet dhe fal infrastrukturës që e ndërtuan për te, që në vitet e 60-ta ishte faza e parë e Kosovës së. Më vonë në 70-ta edhe vazhdoi deri në 80-ta. Në fillim të 70-tave, fillon faza e dytë, mandej faza e tretë, katërt dhe pesë u bën pak më thellë në 70-ta, duket 73, 4, 5, dhe kështu kompletu Kosova A, e cila i ka 5 faza, të them, dhe ka një kapacitet transition, sidomos për atë kohë, ndërsa sot punon me 3 faza. 3 faza do të 3 impjante, 3 tymtar, ju do ta shihni nëse shihni nga larg, aty ku janë 5 tymtar njëri pas tjetrit, shihet edhe një 6 i ngrohtores, po me fjalë tjera ajo është Kosova A, ndërsa Kosova B është ajo që duket me atë tofsin e madh, me një formë krejtësisht ndryshe nga kjo tjetra. Ajo është teknologji franceze. Ajo është teknologji franceze dhe gjermane. Me fjalë tjera, ka qenë kombinimi i dy teknologjive që në të kohë, por edhe sot janë teknologjitë më të forta. Dhe zakonisht ndahen te termocentrale teknologjitë që e bojnë bojlerin dhe teknologjitë që i bojnë turbinat. Kështu që nëse i kombinon mirë me prodhues, në këtë rast barci teknologjisë i merr këto pajisje nga Franca dhe Gjermania dhe e bojnë një Kosovë B e cila ishte shumë persistente. Mirë, do të thonë gjendja është kjo. Ne po i shfrytëzojmë frytet e socializmit dhe nëkohësisht po e denohemi me teknologjinë sepse kemi të bëjmë me ndotje të tmerrshme të qytetit diku 300-400.000 njerëz e pësojnë pasojat e ndotjes. Dhe kjo është gjendje e cila vazhdon prej vitit 1960 deri më sot, pra 65 vjet pothuajse nuk kemi ndonjë vendim i cili do të ndryshojë këtë gjendje. Po, Kosova është ndoshta edhe pak edhe në Ginis me u futë, s'dia futën edhe institucionet Ginis apo vetëm njerëzit të gjitha, apo ajo mund futet si një ndër më e vjetra termocentral në botë. Unë e gjeta një, hulumtova pak, e gjeta një në Indi, e cila do të thonë flas për termocentralet që janë funksionale akoma, e cila akoma aty diku është, mirë po, unë zakonisht them, Kosova A më përpara do të shembet se sa që do ta ndal dikush. Dhe këtu kemë të bëjmë edhe me mënyrën se si ne i qasemi. Vetë shembet, se sa që dikush do ta futë në strategji atë moment kur ne duhet themi e mjaft më, s'mund të presim më tepër, aq më tepër që roli negativ i një prodhimit të tillë, vetëm për hir të mbajtjes së rundës së tretë, ne jemi tu sakrifikuar shumë njerëz tjerë jashtë ringut. Sakrifica është me një ndotje enorme, dhe kjo ndotje enorme shumë kollaj dhe një kohë kemi mat derisa Keku, Elektroekonomia e Kosovës, e kishte institutin e ulumtimeve të vet që quhej INKOS. Po ashtu e kishte edhe dispanzerin e shëndetësor, e punës, si quheshin. Me fjalë tjera, me këto dy institucione të forta brenda, ishte mundun që ne të hulumtojmë, shohim se çka po ndodh. Dhe një prej sfidave më të mëdha ishte të shohim se a kjo ndotje se si po përplaset mbi shëndetin e punëtorëve. Dispanzeri i grumbullonte, domethënë të gjithë ata të punëtorët e Kekut dhe familjet e tyre, dhe thjesht u bën një hulumtimi për herë të parë që u bën në fund viteve 70-ta, më duket fillim 80-tave, ta shohim se sa prej këtyre punëtorëve që vinë aty ankohen në problemin me organet respiratorike, nga pyetje deri te mushkinit. Dhe ne e pam aty që 27% të punëtorëve, tu i pa kartonet e tyre, shef 1000 karton dhe shef që 270 dalin,
kanë ardhur te mjeku për shkak se ankohen në njenën prej pasojave të pluhunit të madh të cilin e thisin çdo ditë. Atëherë, për ta ditë se është në rregull kjo, zakonisht bën grupet krahasuese dhe bënëm të njëjtën punë në Pej dhe Gjakov. Po ashtu atje u pa 1000 në disa mazere aty në 1000 raste, 1000 këtej, dhe atje del që nuk ka më shumë se 5 deri në 7% të njerëzve të cilët shkojnë dhe ankohen nga sëmundjet respiratorike, që pa më dyshje e sjell, do të thonë, informacionin se këtu po ndodh diçka, njerëz po smuhen nga një sasi e madhe e pluhunit rëndpar, por jo vetëm pluhunit, po edhe gazrave që dalin nga këto. Mirë, do më thonë, po të rekapitulonim, kemi të bëjmë me teknologji të vjetër, e cila nuk dim sa do të zgjas, sa e ka fatin e funksionimit. Kjo teknologji krijon më shumë pluhur se sa që kemi kapacitet me e përpunu si natyrë. Por kemi të bëjmë edhe me shoqëri të cilat jo mësu me dyjat. Pra, si shoqëri, jemi mësu që 60 e kusur vjet, që do të kemi rrym nga kjo teknologji do të na helmoj, dhe do ta kemi krejtësisht të pasigurt se deri kur kjo do të vazhdoj. Pra, pa vendimtje. Po du me fut edhe një element të tretë. Kjo ka qenë një gjendje paka shumë të gjitha shtetet socialiste. Pra, përfshi edhe këto që kanë hyrë tash në Bashkimin Evropian. Mirë po, Bashkimi Evropian, duke parë këtë kapacitet të jashtëzakonshëm të ndotjes dhe në kuadër të politikave të gjelbra, të vitit 2050, kur duhet të mërrim të zero emitimi i karbonit, ndoshta, na fut një taks për vitit ardhshëm. Pra, nëse Kosova është e paknaqur, nëse Kosova e ka marrë si të mirëqen që do të ketë prodhim me qymyr, nëse ka të mirëqen që do të prodhoj këtë kapacitet të gazrave helmus, atëherë do të paguaj një çmim si edhe çdo shtet tjetër i cili prodhon karbon dioksid. Apo kjo është paka shumë ideja. Pra, prodhuesi i Kosovës, i cili do të eksportoj tavolina në Zvicër ose verë në do një vend tjetër, në Gjermani. Që ka përdorur energjinë elektrike të gjeneruar nga termocentralet me qymyr, do të paguaj taksa të rëndësishme, të cilët e bojnë Bashkimin Evropian që ajo të në rend të parë të mbrohet nga një pjesë e madhe e prodhuesve, të cilët vinë nga shtetet, siç thati, lindore, e që akoma në konceptet e tyre nuk e kanë para pa një zëvendësim të shpejt me burime të ripërtritshme. Por, kjo quhet zbam, kjo lloj takse. Po është edhe një arsye tjetër pse u fut kjo lloj taksës. Kjo arsye tjetër është se një pjesë e madhe e prodhuesve të Bashkimit Evropian që gjenden brenda territorit të shteteve të Bashkimit Evropian, për pas një kosto më të lirë të prodhimeve të veta, i bojnë fabrikat e tyre në këto shtete, në shtetet jashta, domethënë kufive të Bashkimit Evropian, dhe në këtë rast, ata nuk do të përfitojnë asgjë nga fakti që se paguajnë taksën e karbonit, sepse pavarësisht se ku e kanë bë prodhimin, ai prodhim nëse ka qenë i bazuar në energjinë elektrike e cila është marrë nga termocentralet me qymyr, do të sankcionohet. Pra, dy herë mbrohesh nga ne vetë, po mbrohesh edhe nga ata që mashtrojnë, vinë te ne për me mujtë për me ikë taksës karbonit. Kjo do të thotë që nëse një kompani gjermane, italiane, franceze vendos me investu në Kosovë, prej vitit tashëm do të mendoj seriozisht se a duhet apo jo. Eksakt. Dhe kjo nuk është e vetmja taks, është një taks pak më e rëndë se kjo. Ajo taks quhet ETS, Emission Trade Systems, do të thonë, dhe kjo është një taks e cila filloi të mendohet për te qysh para më shumë se një dekade, dhe e mur formën e përgjithshme, e cila thotë kështu. Krahasuar me vitin 1990, i që mirët si referencë, bazë referente për ta caktuar emisionin e gaznave të serës apo të dioksidit të karbonit jashtë. Pra, me fjalë tjera,
çdo shteti i lejohet të emitoj dioksid karbonit aq sa ka emitu në vitin 1990. Për atë diferencë që gati lajmërohet gjithmonë edhe gjithku, sepse janë 30 vjet e më shumë, 35 vjet, atë diferencë duhet ta paguash lejen për emision. Për atë i thonë emission trade system. Për ta paguar atë, duhet paguash dhe krijohet një burzë e veçantë, në të cilën lajmërohen shtetet kam nevojë për leje për 2 milion ton më tepër që jam të emitu, apo për 3 milion, dikush tjetër thot, unë kom ma pak, unë ta shes lejen time, apo sasia lejeve që jipet mbahet në kontroll të 100%, e që në një mënyrë vjen si referencë karshi marrëveshjes së Gjelbërt, që tamam e përcakton se sa duhet ketë emisionet të dioksidit karbonit. Mos me kompliku këtë sen, ta them më thjesht. Nëse ne do të vazhdojmë me prodhu qymyr nga termocentralet, atëherë nga termocentralet me qymyr, nga Kosova A dhe Kosova B, së shpejti ky prodhim do të sankcionohet me taksa tepër të mëdha, sepse na duhet me kërku leje. Një analizë thot kështu, në vitit 1990 ne kemi harxhu qymyr për termocentralet Kosova A dhe B, dikun rreth 4 milion aty dikun ton në vit. Tash harxojmë 6-7 milion. Po në anën tjetër ekziston edhe ndikimi i trafikut, edhe ato ndikimet e vogla që shkojnë, por edhe ne dalim 2-3 milion më shumë se sa vitin referent. Për të këto 3 milion, qofse vazhdojmë me punu me këto 2 termocentrala, ne duhet të kërkojmë leje. Ata thojnë po, leja bon, 1 ton ta emitosh, pagun shkon deri në $90 Zë më këtojt për 1 ton. Që do të thot? Unë e bona një llogaritje. Çka do të thot? Edhe nëse ne prodhojmë nga një mix energjetik ku do të kemi Kosovën A, Kosovën B, do të kemi fermat solare, fermat me erë dhe ato pak hidro që kemi, ta llogarisim me cilën na del mas liri thëngjilli. Më falni, 1 megawatt ore prodhume. Dhe 1 megawatt ore prodhume nga Kosova A dhe Kosova B, të cilat e ngarkojnë po ashtu çmimin e 1 megawatt ore për shkak se janë shumë të vjetra dhe pesha mirëmbajtjes është jashtëzakonisht e madhe, efikasiteti i teknologjive të viteve 60 është shumë i ulët. Çka do të thotë efikasitet? Sa djegim qymyr për ta prodhuar 1 megawatt orë energji. Termocentralet moderne mas shumë ti mundën 400-500 kg për me harxhu, këtu gati 1 tonë e harxojnë. Me fjalë tjera, gjithsesi është i randuar prodhimi i 1 megawatt ore nga termocentralet e vjetra dhe del dikund me pjesën e ETS-it apo taksave që duhet paguhet, na del dikund jo më pak se 150 euro për 1 megawatt orë të prodhum. Tash, njëjtën e aplikojmë me gaz, le të jetë gazi i dyti në rend që pret. Me çmimet e sodit, qoftë gazit amerikan, qoftë gazit që vjen nga Azerbejxhani dhe sepse ai rjet është i zhvilluar që kalon nëpërmjet Turqisë, Greqisë e tjera, aty nuk na del më shumë se 70-80 me çmimet e sodit, 80 euro për 1 megawatt. Ndërsa, atëherë kur e prodhojmë nga fermat solare, panelet solare, apo edhe nga turbinat e erës, aty veç shkojmë në 40 deri në 50 euro. Me fjalë tjera, diferenca është aq e madhe që nuk është punë vetëm luksi, ku kemi me gjallë deri tash që 60 vjet s'ka probleme bojmë dhe më tutje, nuk është ashtu, nuk kemi me gjallë. 700 njerëz në Kosovë vdesin për shkak të pasojave të ndikimit të pluhunit termocentraleve. Thot njeri kush i ka numëruar ata? Drejt për drejt. Numërohen, shumë lehtë numërohen, sot është aq e zhvilluar me shkenca që ku keti modele kështu hipotetike, të cilët kur simulohen japin numrin shumë kollaj. Okej, nëse dojmë të përshkruajmë gjendjen, nëse duam të përshkruajmë gjendjen e sotme energjetike, kemi teknologji të vjetër, kemi ndotje të jashtëzakonshme, kemi penalizim të ardhshëm të prodhimit të energjisë elektrike me qymyr dhe kemi një mundësi që të shkojmë ka diversifikimi i energjisë me energji të ripërtritshme. E tash elementi 5 është në këto 25 vjet a ekziston, a është hartuar një
ide e detajizuar se si do ta bëjmë këtë. Do të thonë, dokument kemi, a ka ide mrenda? Jo, s'ka. Strategjia e energjisë e Republikës Kosovës 2022-2031 është e fundit. Dhe ajo doli apo usoll biles pa marru, pa e kry, do të thonë, mandatin a fatin strategjia paraprake. Ajo që unë e shoh këtë strategji është pjesa e mirë, është që do të mundohen, thonë, bojnë be, e tjera, se do t'i pusin gjitha mekanizmat në lojë, ankandet e tjera, për të arritur sasin e energjisë elektrike që gjenerohet nga burimet e ripërtritshme. Që është një se. Në anën tjetër. Vetëm ta përkufizojmë. Kur flasim për burimet e ripërtritshme, nuk flasim për ujë, sepse siç e ke thekti shumë herë, Kosova është vendi më i varfër me ujë. Eksakt. Me fjalë tjera, do t'i kthehem asaj. Po, erë dhe diell. Erë dhe diell kryesisht, po i kthehem asaj. Do të thonë, ajo thotë se do të bëjmë ankande dhe jep numra të saktë, thotë deri në vitin 2030, ku është një nën stacion matës, sa i përket faktit se a është Kosova të shku në linjë me agjendën e Gjelbërt, që është një paradigmë zhvillimore shumë e rëndësishme, dhe nëse ne vazhdojmë për me qenë të interesuar për qenë vend antar i Bashkimit Evropian, atëherë ne na duhet patjetër të përbahemi kësaj agjende. Edhe ta heqim këtë element, që nuk duam ose nuk na duan si shtet antar. A ekzistojnë merita per se, domethënë, për zhvillimin e këtij. Eksakt. Me fjalë tjera, strategjia ka dhe pozitën e dytë, ku në asnjë vend nuk thotë se kur do të ndërprejmë prodhimin apo gjenerimin e energjisë elektrike nga Kosova A dhe Kosova B. Apo pritet raundi i tretë. Pritet raundi i tretë, nëse shpejt nuk veprohet, pritet raundi i tretë. Tu analizu këtë strategji me një dokument tjetër strategjik shumë të rëndësishëm që quhet Plani Kombëtar për Energji dhe Klimë, të cilin e ka hartu Gizi, agjencioni shtetnori i Gjerman, për periudhën 2025-2030. Nuk e ka bo vetëm për Kosovë, të gjitha vendet e Ballkanit, çdo 5 vjet Gizi i punon strategjit, të cilët bën dokumente faktike, dokumente shtetnore, them, si tilla. Nëse i shef këto dy dokumente, atëherë ta lëmë anë strategjinë në një moment. Nuk e thot, sigurisht nashta ju bjen mend ma vonë dikujt edhe e bojnë, po ato thonë se Kosova, po marrim vit referent vitin 2014, akoma 10 vjet para se Bashkimi Evropian ta vendosë atë embargon e fortë në çfarëdo prodhimi, çfarëdo emisioni të karbonit, çfarëdo prodhimi që vjen nga karburantët fosil. E thojnë zero net emission. Me fjalë tjera, në atë moment pritet që globi përfundimisht të shpëtoj nga ngrohtja globale dhe pasojat e saj. Tash, nëse e shohim ne këtë periudhë e analizojmë, ata thonë që në vitin 2040 neve na duhen 9.3 terawatt orë në njësi energji të kenë prodhuar, dhe ata këto i parashohin se do të prodhohen 40% nga dielli, 22% nga era, dhe të resto 32%, duk 32-34% nga qymyri. Pra në 2040 akoma qymyr. Tash, në 2040 Kosova A do t'i ketë 62, 40, 70 vjet. 70 e me fjalë tjera, atëherë Gjinisi nuk na ik, nëse nuk vetë shembët deri atëherë. po ashtu edhe Kosova B shkon mbi 55 vjet, 56 vjet faktikisht. Me fjalë tjera, kjo mbetet pikpyetja e madhe. Si mund të parashikosh ti që të vazhdosh me këto dy termocentrale në vitin 2040, kur së shpejti ti do duhesh të çosh dorë prej tyre? Dhe çka del? Tash del gryka e ngushtë, një llogari të thjesht, kur ulesh me e bë, na del gryka e ngushtë shumë kollaj. Gryka e ngushtë mendova faktikisht që qëndrova rundën e dytë, po jam tu hin tretën rundë ku do ta kem vështirë. Pra, për me i prodhu këto që parashifën 9.3 terawatt me diell, do më thonë 40-22% tjera, neve na vyn deri atëherë me i instalu mbi 3.000 megawatt fuqi
panele solare edhe turbina terës. Unë me mërmen 3.000. So me dita o shumë a pak 3.000, për ju them, kreqit periudhë, që është periudhë moderne, ku ne kemi instalu 10 megawatt. 10. Dhe jemi me ankande edhe me kontrata. Po flasim për Qiqavicën. Dhe jemi me ankande tu tentu me sjell s'po na shkon kërqyshi 2-3 vjet anulim antan dhe 100 megawatt me një kontrat tjetër edhe që do të lidhet me këtë termokosin e tjera 100, po flasim me vite, po kalojnë na jemi me 100-200 që aty dikund jemi. Dhe kur do t'i bojmë 3.000, se 3.000 t'i bosh, të vynë edhe 5-6 miliard euro t'investosh. Me fjalë tjera, nuk është fare reale, për shkak vonesave që jemi t'u bo, me prit se kjo stazh zhvillimore tjetë e realizueshme deri në kohën ku akoma s'po flasim për 2050. Dhe nëse kësa jashtojmë, që jo, s'do të kemi qymyrë, se 80 vjeç nuk do të ashtim, s'do të prodhojmë o ajo, po ato 1200 megawatt që parashifir me këtë përqindje duhet me i shëndru përsëri në diçka të fort, diçka të qëndrueshme, ajo në kupton qofse dojmë me përkthy në erë dhe në diell, ajo thot edhe një 3-4.000 tjera, 7-8.000 megawatt në qofse dojmë për me qenë 100% qëndrueshëm. Për këtë arsye, pra, vetëm sa me vlerësu, na vyn 70 herë, jo, na vyn 700 herë më shumë, apo? Se sot, 700 herë. 700 herë më shumë në këto, sa na kanë met 15 vitet e ardhshme. 700 herë më shumë. Por, me fjalë tjera, kjo është edhe mënyra se si unë po e sjellë, këtë është me tregu që e kemi një gryk të ngushtë, na duhet me gjetë një mundësi tjetër, shumë të mirë, dhe na duhet shumë më shpejt të merremi me instalimin e kapaciteteve të energjisë renovueshme. Ripërqishme. Ndoshta është ky momenti me kalu në projekcionin e zgjidhjeve për këto probleme. Domethënë konstatojmë problemi është jemi afër raundit të tretë, ndoshta kemi hyrë në te. Nuk jemi të përgatitur për me vazhduat loj më tutje, por na vjen një lloj ndryshimi edhe i taktikës edhe i strategjisë që mos ta ham nokautin. Ose ta nokautojmë referin. Referi. Okej. E të referi, me që se jeve të referi, Bashkimi Evropian ka një fond tranzicional për ekonomit kryesisht të Evropës komuniste, Poloni, Çeki e tjera, e pash njëri prej modeleve të cilën Bashkimi Evropian po e propagon është një termocentral Opatovice në Çeki, që është tranzicioni prej qymyrit në gaz. Pra, ajo që gasifikimi i qymyrit. Jo, shpenzim. Si tranzicion, si ide për me kalu. Shpenzim në vend të qymyrit e përdor gazin. E përdor gazin. Që është prap përdorimi i fosileve. Po. Por ajo që ka më ranë në sy është se jepet domethënë dy gjëra. E para është shumë e qartë që nuk do të mrim në mënyrë imediate me kalu prej fosileve në të ripërtritshme, pra nevojitet një fazë ndërmjeme. E dyta që ekziston fonde të cilat e përkrahin këtë. Domethënë konkret kjo Opatovice. Evropa i ka afër 700 miliard të dedikuar deri në vitin 2030, ku pjesa më e madhe do të shkojë në instalimin e kapaciteteve caktuar, por jo vetëm atë, shkojnë në eficiencë dhe shkojnë në gjitha ato të cilët edhe e zvoglojnë shpenzimin. Me fjalë tjera, po, eksakt Evropa tashmë 700 miliard, 650 miliard i ka shpall. Domethënë nëse duam ndihmë prej Bashkimit Evropian, neve na vjen një qartësi se ku duam ta çojmë vendin për sa i përket kapaciteteve tona energjetike, dhe kjo është gjendje e cila nuk është e qartë. Apo jo? Domethënë asnjë prej produkteve tona mendore nuk kanë mrit aty. Çka duhet bëjmë? Ja, domethënë ta qartësojmë një punë. Nëse ne do duheshim kontur globalin me pru tash edhe njerë se i kemi ra pishmonit, apo ata i kanë ra pishmonit, se faktikisht ata autoroqen, nuk i përzonun ne. Po, mos ta kthejmë atë temë. Nëse dojmë për me i kthy këtu, që nuk kthehen ata, nuk do të kemi ndihmë
sot në botën nga asnjë bank, as nga bergji, as nga banka botnore, as nga askush. Pra janë të sankcionuar deri në fund çdo mundësi e kreditimit të intervenimeve të tilla ku ti vazhdon me i pa ëndër termocentralet me qymyr. Kjo është një kështu e para. Sa i përket gazit. Edhe këtu të themi. Ndonse jemi duke qëndruar mbi ato që e dim ne, mbi 12 miliard ton rezerva të qymyrit. Po, faktikisht ajo që kur thet ne flem mbi qymyr, do të thonë kur do e shoh s'kan përgjigje tjetër politikanët rëndëpar, po jo vetëm politikanët e shoh, atëre ato e gjejnë përgjigjen e atë po ne flejmë mbi qymyr. Unë ndjeva edhe gjatë kësaj kampanje kështu elektorale, kur një parti politike kishte një mendim tjetër të sjell gaz më tepër e tjera, pyetja që vinte jo nga parti tjera, po nga gazetarët që më duke çuditshme është, por ne flejmë mbi qymyr. Me fjalë tjera, kjo slogani ne flejmë mbi qymyr është fut thellë në gjak të secilit, pa shku më tutje, pa eksploruar mundësinë, po flem, po çka do me thonë faktikisht kjo për zhvillimin e ardhshëm të Kosovës. Ti kthehemi i gazit. Gazi definitivisht është për ajo gazit të importit. Për gazin për importit, sepse këtej se kemi. Do të thonë, gazi import apo t'ja nisim hajde prej fillimit. Kosova i ka, nëse do duhej, a do duhet sipas meje patjetër ta shtjellon mundësinë e futjes së gazit Kosova, më tepër që në vitin 2019 e kemi adaptuar, kemi miratu ligjin për gazin. Me fjalë tjera, një kohë kemi ecën e ashtu që e kemi pa që do ta kemi në një moment shumë të nevojshme. Dhe ligji për gazi kur futet këtu s'është patjetër termocentral. Gazi futet këtu edhe me bë punë tjetër. Për shembull, në kohën kur ne shpenzojmë mas shumti, nëse neve i lidhim me gaz 6-7 ngrohtorët më të mëdha në qytetet tona më të mëdha, vetëm aty ndalemi, ne do ta zvoglojmë këtë konsumin e energjisë në kohën e pikut në gjatë dimrit të ftoftë për 400-500 megawatt, dhe kjo është krejt njësoj si me ndërtu një termocentral 400-500 megawatt shtëri. Më mirë o zvoglo se sa të ndërtosh diçka të re. Me fjalë tjera, gazi duket se do të jetë jo vetëm i tranzicionit, po do të jetë një prej karburantëve që mund ta shpëtoj këtë gryk të ngushtë në të cilin jemi fut. Mund të na shpëtoj që nalën drita në sallë dhe runda tretë s'do të luhet fare, dhe ma vonë kur të vinë krejt jemi të kënaqur. Në këtë aspekt i kemi 3 mundësi të sjelljes së gazit. Mundësia e parë është ajo më e kollajshme që na kujtuan amerikanët atëherë kur e banën strategjinë se si ti shpenzojmë ne parat që ato na i japin nga MCC-ja. MCC-ja është po ashtu fond shtetënor amerikan i taksa paguesve, i njëjtë me USAID-in. Dhe ishte ideja prej Aleksandropolis. Eksakt. Dhe kjo e para ata gazin me këto parë që ju takoj, që kemi ndane për ju, ne a doni që t'ju sjellim gazin, ta rregullojmë që ju nga bleni gaz amerikan nga Aleksandropolis, siç e thu, të kaloj me njerë në për Greqi në gazsjellësit që ekzistojnë, shkon deri në Shkup, dhe ne po ashtu ju ndihmojmë që ta bëjmë gazsjellësin nga Shkupi deri në Prishtinë. Gazsjellësi nga Shkupi deri në Prishtinë është diçka që trasa ekziston. Puna kryesore ekziston, veç duhet ta blesh gypin dhe infrastrukturën e cila e bën të mund që njën vetëm 74 kilometra dhe kushton vetëm, nëse e blejmë gypin e gjanë, janë 2 mundësi më të madhin gyp të mundun, na kushton jo më shumë se 50-60 milion, të cilët amerikanët ishin të gatshëm për me e bë gjithsesi për ne. Për nga kjo është një mundësi, vetëm ti numëroj mundësi. Mundësia e dytë është që gazi i cili vjen prej Azerbejxhanit, në për Turqi, hin Bullgari, etj., kalon për Maqedoni dhe Tapi dhe shkon në Shqipni dhe del në Itali, ai ka një dalje e cila se përdor deri tash. Do të thonë një sasi e gazit mund të kontraktohet dhe të shkoj nëpërmes ka veriu i Shqipnisë dhe të degëzohet. Një pjesë të futet në Kosovë, pjesa tjera në Malzi, Bosnë dhe kudo që do të tregohet interesim për këtë punë. Ose nga Shkupi po ashtu. Ose nga Maqedonia. Ose nga Maqedonia, përfolim këtë rastin e parë në kësaj. Jo, dhe Tapi hyn. Po këtë Tapi është bën një studim fizibiliteti. Me fjalë tjera, këtë ta lidhim me atë që ju e përmendet që Evropa është e gatshme, ka nda para etj. Për këtë punë. Evropa ka bën më shumë. Vërtet më duket ka qenë
Po, sigurisht ka qenë kështu investim i Bershit, i Bankës Evropiane, e cila ka bën një projekt që quhet Alpkos. Dhe është studim fizibiliteti me cilin ka tregu si do të shkonte gasi, sa do të kushtonte, sa do të merrte kohë dhe të gjitha parametrat tjera që na interesojnë. Pra Evropa e tregoi, e boni një hap, sepse ishte interesum të futet në këtë variant ku ne do të merrshim nëpërmes Shqipërisë një sasi të gazit. Kjo është e dyta. E treta është ajo që ju e përmendet, apo unë e përmenda, kësi mundësia prodhimit të gazit, gasifikimit të linjitit. Atë që unë e kom përmend disa herë, që është shumë çudi, sa herë që flas me njerëzit që s'kan pas rast kohë të fundit me ndi, habitën s'është e mundën. Kosova ka prodhu gaz. Gaz sintetik. Gaz sintetik, linjitin e ka shëndru në gaz, e ka gasifiku, nuk e ka djeg, kjo hinë në kuadrën e asaj që ne themi që myri s'duhet patjetër vetëm të digjet, ai mund të përdoret edhe përmbarja e tij, kimia e tij të përdoret për zhvillimin ekonomik. Dhe një prej mundësive është që thëngjilli shndrohet në gaz, gazi shkon si çdo gaz tjetër, shkon me tutje, i kryen punët e veta, djegët atje ku e ke mendin. Dhe për shikus, për me ditë, këtë Luan Shllaku e din sepse ka qenë në gazifikim. Po. Dhe Kosova në atë kohë ka eksportu gaz sintetik, Kosova ka qenë eksportuese e gazit për Hekuranën e Shkupit, me Sabione, edhe për këtu në Hekuranën e Shkupit vetë. Jo, edhe nga jashtë. Edhe në Kosovë. Në Kosovë ka pas 5-6 drejtime. Në Trepç. 5-6, po, edhe Trepça. Me fjalë tjera. Në vitin 1970 ka fillu punë gasifikimi i Kosovës. Indërtu me teknologji gjermane Lurgi, në atë kohë kishim vetëm 3 gasifikimet linjitit në botë. Me fjalë tjera, ne ishim 1 nga 3 gasifikimet tilla, një ishte në Gjermani lindore përsëri, një ishte në Afrikën e Jugut, në kompleksin e madh kimik Sosol, dhe e treta ishte në Prishtinë. Të gjitha kishin Lurgi teknologjinë perëndimore, e cila ka funksionuar shumë mirë. Kapaciteti jon ka qenë gjys BCM, po i thonë tash, apo 500 milion metra kub në vit. Edhe po kalem tash, do më thonë, ekziston mundësia aq ma shumë tash me teknologji të reja. Kene ka furnizuar, kemi furnizuar Shkupin, rrugës për Shkup kemi hyrë në Kaçanik, ka qenë një fabrikë e vogël për karbonat kalciumi për gëlqere, kemi furnizuar atë. Mandej më tutje të hyp nalt kemi shku në Termokos, pak kush apo përveç njerëzve që punojnë aty nuk e din që Termokosi o dizajnu të punoj edhe me gaz. Nëse tash e ka një zgjidhje shumë të mirë, po mbi Termokos ka shku në Ferronikël, sepse atje ka furra, atje një sasi shumë e madhe e energjisë, kështu shpenzohet 110 megawatt fuqi ka angazhuar kohën kur ka punuar më së miri, dhe tutje deri në Trepç, ku përsëri për shkak furrave dhe teknologjive metalurgjisë në përgjithësi ka nevojë gasi. Pra ne kemi një autostradë të gasjellësit që na bën që paktën mos hupim kohën në e dini ato shtetëzime, ato proceset e ndryshme që i kalojnë dikujt nëpër pronë e tjera dhe të paguhen si tilla. Pra, nëse ne sot, dhe ku jemi sot? Sot janë vetëm 3, sot ka shumë në botë gasifikimet të linjitit. Këto shumë, ajo që është shembull në botë është North Dakota, Dakota Veriore në Amerikë, cila jo më larg se para 7-8 viteve i shkoi me kapacitetet të reja. Njerëzit e North Dakotës kanë qenë të interesuar nëpërmjet disa instituteve në Ballkan, në mesjerash edhe në Tiranë, janë interesuar të shohin se sa Kosova a do të ishte interesuar që ta shohim këtë mundësi, meqense aq më tepër që ka eksperiencë për këtë punë. Nuk morën përgjigje se kom qenë pak a shumë në pozitë që të më tregojnë se si po shkon kjo puna e diskutimit, se kërkonin vetëm një diskutim, dhe nuk shkoj me tutje, nuk eci kjo punë. Aty duhet shtu edhe një element tjetër të Dakota Veriore, është se jam fut edhe në hidrogen. Do të thonë teknologji të re. Ata po hynë në teknologji krejtësisht të re, e cila është dakord edhe me Bashkimin Evropian. Eksakt. Qysh MCC-ja kur i propozoi Kosovës të lidhet prej Shkupit deri në Kosovë me këto 74 kilometra, ajo tha gypin të cilin do ta bëjmë, do të jetë gyp që të punon me gaz, por gyp që shumë lehtë mund të konvertohet dhe të punon me hidrogen. Me fjalë tjera, gjithsesi, po shifet që në të ardhmen hidrogeni do të jetë një prej karburantëve të rëndësishëm, dhe sot
kudo që gazi përmendet, tranzicioni i dytë prej gazit tash do t'jetë drejt hidrogenit, por akoma nevojitet të hulumtohet edhe pak më shumë zgjidhje, sepse edhe hidrogeni merret prej gazit faktikisht. Prej kohësh ti ke qenë një avokat edhe unë jam bashkangjit ides që ne duhet mendojmë për energji jashtë kufive tonë. Edhe në diversifikim në atë mix ka qenë energjia ujore, ka qenë Shqipëria. Eksakt. Po me fjalë tjera, një shumë herë në ka rënë mend se sa më shumë që mendojmë në kohën kur tashmë qymyrit do duhet me dalë prej lojës, jo shumë gjana në mbesin të rëndësishme për me ndërtu miksin ton. Gjithmonë mund të ndërtojmë, por diçka do të na mungoj. Do të thonë, në qoftë se eksplorojmë punën e gazit e zgjedhim cilën do hapësinë, e kemi një mundësi edhe shumë më të mirë, Shqipërinë. Derisa na jemi vendi më i varfër në Evropë me ujë, Shqipënia është e dyta, aty dikund më e pasur në Evropë me ujë, mas Norvegjisë, duket diçka e tillë. Dhe Shqipënia potencialin e saj ujor në përlumenj nuk e ka përdorur më shumë se gjysmën, më shumë se 50%. Dhe një punë që bjen mend më një herë thu, po hajde more, ti themi, jepna një lumë se duam ta bëjmë bashkë punë i funit një hidrocentrale dhe kështu kemi bashkëpunim shkëlqyshëm në energjetik, kemi burzën tonë për bashkët, po hajtë mendojmë edhe si gjenerojmë bashkë. Gjenerimi është kryesore në kot, ndërtojmë infrastrukturën, nëse jemi të mangët në gjenerim, atë mangët jemi. Ne importojmë 20% për 20, Shqipënia njëjtë për 20% importon. Pra në këtë situatë, hajde ti zaventësojmë këto 20% me prodhimet tona. Kështu që, një mundësi që e kemi, hajtë të bojmë bashkë një termocentral, një hidrocentral, apo në kuadër të hidrocentraleve të cilet Shqipënia tashmë është të ndërtu në rrjedhën e lumit Drin apo në Devoll, ajo na bëhemi bashkëpjesëtar. Të rrisim kapacitetin nëse duhet dhe të marrim pjesë. Shqipënia çak pa të shkuar që larg në një moment edhe pa të ofru te teci i tyne i Vlorës, i cili mund të furnizohet me gaz nga këto floating, si thonë, tankeret lundruse. Termocentralet lundruse. Ato e bonën, fatkeqësisht dështun për diçka shumë banale me ftofjen dështun, por e kishim një mundësi që edhe aty të merrnim pjesë në investim dhe të marrim një pjesë të energjisë të gatshme. Sa për ilustrim, domethënë edhe për këtë punën e bashkëinvestimit, Statkraft, domethënë kompania norvegjeze, kompania shtetënore norvegjeze e energjisë ka investuar në Devoll. Totali investimit është dikun 2 miliard euro dhe nxjerrin dikun 250 megawatt energji që për neve do të ishte e jashtëzakonshme. Domethënë nëse shikojmë vetëm me cost benefit, investimi në Shqipëri do të ishte imediat edhe Eksakt. Edhe për ne në këtë situatë rëndume ambientale në përgjithësi, një investim i tillë do të ishte i shkëlqyeshëm. Puni funit, s'kemi çfarë. Do të llogariteshin edhe në karbon, apo në taksat karbon. 100% bilanci ndron atëherë, do të kishim një bilanc krejtësisht tjetër. Fundit, ajo që me të madhe punohet në këtë tregun e përbashkët ballkanik, ajo që me të madhe promovohet është bashkëpunimi në energji. Është do me thonë në krye të tonë iniciativës prej që jo formu, do me thonë ky institucion që jo shumë i gjallë dhe shumë i rëndësishëm mes tjeras bën lidhjen mes të vendeve të Ballkanit dhe Bashkimit Evropian. Kështu që në këtë kontekst unë mendoj që patjetër duhet të eksplorojmë kur Shqipënia mund me eksploru mundësinë, shkon në Azerbejxhan, merret vesh me shkon në Emiratet Bashkuara, merret vesh që si të shtojë edhe më tutje edhe më shumë mundësitë e gjenerimit të energjisë nga gazi, nga topi, po jo vetëm nga topi. Pse ne mos shkojmë në Shqipëni, kur ata vetëm kanë filluar me shetit në alte poshtë për me gjetë investitor dhe e keni pa që kohët fundit kanë atë projektin më shumë se 1 miliard, në të cilin Emiratet e Bashkuara do të investojnë në putjen e gaz përcjellësit nën detin Adriatik dhe lidhjen më tutje me Italinë. Por ai gasjellës rend të parë mund të kontraktohet që një pjesë e gazit të kalojë edhe në Shqipëni dhe gazi nuk është edhe njëherë them termocentral, patjetër. Gazi është shumë më tepër atëherë kur përdoret sidomos në këto
në shpicët e shpenzimeve, ajo mund shumë lehtë të zavendësoj, domethënë, energjinë elektrike e cila përdoret më të madhe në këto raste. E tash, për mendjen time edhe në çdo analizë gjeopolitike e posaçërisht sot, me luftën në Ukrainë tregon që pavarësia energjetike është baraz me gjitha segmentet tjera të pavarësisë. Nuk mund të jesh i pavarur nëse nuk e kriju pavarësi energjetike. Momentin kur Ukraina e ndërpret qarkullimin e gazit për në Hungari, për shembull, ose në momentin kur duhet ndërtu rrugë tjera alternative për gazin nga Kavkazi për në Evropë, shifet që kjo është një punë serioze gjeopolitike. Pos tjerash, domethënë pos faktit që nuk mund ta zhvillojmë ekonominë tutje, pos faktit që jemi të dëmtuar me shëndet, pos faktit që gjendemi në dilemën e kush e fiki dritën së shpejti, kemi edhe problemin serioz gjeopolitik. E kjo është si ta ruajmë pavarësinë tonë energjetike. Po të ishe këshilltar i cilës do qeveri që vjen në pushtet, cilat janë 3 gjërat, domethënë në 3 rekomandimet si kosto, si kohë, edhe si pavarësi gjeopolitike që do të rekomandoje. Po, do të thonë pyetje $1 milion. Unë mendoj që to që i folëm deri tash, 2 apo 3 nga këto duhet të eksplorohen më tutje. Vetëm sa për kontest. Nëse shkojmë në tipin North Dakota, gasifikimin e qymyrit tonë, kjo minimalisht dikun shkon prej $1 miliard e gjys dollar, dhe merr dikun 8 deri në 12 vjet. Parafërsisht. Nëse shkojmë edhe me zënjen e karbonit, domethënë, që është krejtësisht normale dhe që neve do të na ndihmonte dekarbonizimin e atij prodhimit, atëherë çmimi do të ishte shumë më i lartë. Nëse shkojmë në variantin e ripërtërishmeve erë-diell në Kosovë, do të na nevojiten sa vjet për të mbërritur atë 3000 megawatt-shin e duhur. Dhe e treta, nëse shkojmë në gasifikim ose përdorim gazit, çmimi është krejtësisht i ulët, nëse ky është elementi i tretë, çmimi është i ulët, po krijohet varfshmëria prej furnizuesit, domethënë flasim për Azerbajxhan, Rusi eventualisht. Edhe katërta natyrisht kjo lidhja e ujit, e cila hidrocentrali, e cila është varianti edhe më i shpejtë edhe më i lirë si duket. Gjithsesi simas ti shumë mirë i përmendet gjitha dhe të paktën në përmenden nga një anë them jo të lehtë për ta realizuar që e kanë gjitha ato dhe në fund mrinet e ujit dhe aty del që do të jetë më e lehta. Nëse është ashtu. Numër 1, rekomandimin më. Po. Kështu që ajo automatikisht do të thonë do të kualifikohej, që nuk kupton. Hajde me Shqipërinë punojmë pak më mirë edhe në ekonomi. Hajde të bëjmë projekte të mëdha strategjike. Shqipëria një herë e pa hapat mundësi e t'ju japim një port Shëngjinit, është i ujit i Kosovës. Po s'kemi nevojë ashtu. Tash me portin e thatë tjera disa zhvillime të reja sollën mundësi që jo patjetër duhet ta bëjmë këtë punë. Me fjalë tjera, hajde të eksplorojmë gjitha mundësitë që sistemi energjetik te ne edhe te ata të bashkëpunoj, ashtu siç është shumë mirë të bashkëpunu tash në këmbim të energjisë, bashkëpunoj në gjenerim të energjisë. Dhe 2-3 opsione janë, s'është një opsion. Dhe i katërti opsion mund të jetë diçka që ne se përmendëm fare, që ulën thonë ata bëjmë bashk këtë katërtin opsion, që ka të bëjë me këto punë. Kjo është e para. E dyta është gazi. Gazi si import. Cili do gazi si import e ka një të mirë. Jo sintetik. Gazi e ka një ventil, që e mbyll edhe nuk punon. Nuk mbyllet që ventili, termocentralet apo turbinat e tilla janë shumë lehtë të menaxhueshme. E mbyll edhe si ato generatorët e mëdhenj që i kemi kur nalet rryma që i ndim. Me fjalë tjera, turbinat e vogla 50 megawatt-shë, me fuqi të tillë, ato e kanë këtë përparësi që gjithkund përdoren si, i thonë buffer, si mundësi plotësuese. Letrin 200 ditë, le të aktivizohet 100 ditë. Atëherë kur kemi pas një shpicë të tillë ku na duhet patjetër. Por sjellja e gazit
Mundësia e dytë, përveç një termocentral jo shumë të madh, që mund të bojmë, mundësinë e dytë e ka shumë të mirë atë që hajde ta çojmë atje ku na bën që të kursejmë një pjesë të madhe të energjisë në pikun tonë për nxemje. Hajde ta çojmë deri në Ngrohtorët, në Gjilan, rrugës e kemi në këtë trasën që shkon, mund më fut Ferizaj, Gjilan e tjera. Dhe kjo, dhe s'ka nevojë të ta përimcosh shumë rjetin e gazit, me qunë çdo shtëpi sepse dojmë i fut në këto shporetat sobat me gaz. Jo, me fjalë tjera, mjaft është vetëm ta rrëzojmë një pjesë të madhe të konsumit që e kemi me rrymë që shkon deri në 400 do thonë megawatt fuqi të angazhume për me mujt për me i dalë gjatë. Dhe atëherë neve me fjalë tjera nashta në rundën e tretë pak lëviz, po bokserit do të mundet me pa akoma dhe me a kthy atij një tramen. Jo patjetër, do t'i shymen dritat për gjithmonë. Dhe në termin kohor, do thonë kjo merr një vjet. Termin kohor s'do duaj fare me qenë me instrument, keni pa bagerët e rrisë si shkojnë. Ai hec, atë sa hec ai e lën mrapa, do të thonë gasjelsin. Vendosja e gypave është diçka e cila është i vetmi vetmja punë dhe një infrastrukturë e vogël e stacioneve rrugës që nuk janë fare problematik, që sigurojnë shtypjen brenda të mbetet krejt kohën konstante. Brenda një viti mund të rregullojmë të zvoglojmë. Ja, shko një vjet nuk di, një vjet do të shkojnë vetëm konstruksionet e sendet, po brenda një kohe që jo më shumë se 2-3 vjet do të na duhet që ne të kemi funksionale, do të thonë këto. Pastaj është mirë ta kemi një termocentralin sepse ajo termocentral e ka një të mirë. Nuk krijon kur far beturina, kur far si e thonë kësaj, pluhur apo diçka të tillë, ndot 2 herë më pak se qymyrje, se druni apo çka do tjetër që ndërtojmë, dhe e ka një të mirë që nëse s'na konvenon çmimi a diçka e tillë, ndalet dhe lëshohet përsëri. Ajo sepse nuk kemi shumë varianta tjera. Deri në pritjen e hidrogenit ne jemi të gatshëm, nëse hidrogenit do të lënë, ne do të kemi të ton rjetin e gasjelsit. Jemi një ndërvende të ralla në Evropë që s'kemi gasjels, na dhe Shqipnia, pak që di për Shqipninë, se kishin edhe prodhim një kohë, po nuk kemi e tjera, gjitha vendet tjera i kanë 3-4 alternativa, shifeni Bullgarin, i ka gjitha alternativat e mundu na dhe shkojnë e marrin edhe një të ardhshme. Tu i pas gazin rus, gazin e Azerbejxhanit, ato shkojnë thonë jo, e dojmë edhe gazin amerikan. E dojmë edhe Aleksandropoulosin për me shku këndej. Dhe unë mendoj që sot një pjesë e madhe e diplomacisë duhet të angazhohet, do të thonë ekonomike, duhet të angazhohet që të gjindën investitore. Unë mendoj që investitor në këto lami gjindën shumë kollaj. Mujnë me qenë bilateral, ashtu siç po ndi, që po ndodh. Edhe Azerbejxhani vetë është ai që po e shoh në këtë samitin e fundit që u mbajt, veç i patën disa kontrata shumë interesante me disa vende të Ballkanit. Unë mendoj se edhe vetë shteti, domethënë, nëse ka Kosova nevojë për investim strategjik, është energjia. Domethënë, të dy autostradat tona, dhe më thonë edhe kjo për në Shqipëri edhe kjo për në Maqedoni, e kam vlerën e përgjithshme të rrumbullaksimit pavarësisë energjetike të Kosovës. Eksakt. Pra, edhe shku 3 miliardë diçka. Edhe hidro, edhe gazin sintetik, dhe më thonë brenda një 10 vjetëshi, po të merrej një vendim, ne me gjitha ato para që janë shpenzu për rrugë, do të krijonim jo vetëm pavarësi energjetike të Kosovës, por do të ishim eksportues i energjisë, qoftë e hidrogenit apo diçka. Edhe që arti i kësaj diplomacie është të gjenden investitor të fortë, të gjenden grante apo grante më pak kredit të mira, sepse sot në energji me të madhe, do të thonë hipën kredina. Pam parës që Evropa i ka dikun 600 miliard dedikume dhe unë jam i bindun që projekte të tilla nuk i kanë shkuar akoma, se shumë lehtë do të mujnë, sepse edhe Evropa e mbron vetën fundit. Absolutisht, kjo do të thonë duhet të jetë njëra prej pikave kryesore në relacionin tonë me Evropën, është se si do ta mbrojmë ne ambientin e Ballkanit Perëndimor me konvertimin tonë në energji të ripërtritshme. Eksakt. Që është momenti mirë për me kalu të pyetjet të cilat ti mendon se ja vlen
të përgjigjëm unë. Po, veton unë, pyetjen e parë po ka përcaja, ajo ishte a din dallimin mes megavatit dhe megavatorës, po mendova kur ta pash CV-n, thash nuk do të ishte shumë ferr me të pyet për induksione, fusha magnetike gjatë tilla, kështu që mendova, i bëj disa pyetje që me të vërtet, sado që unë e ti kemi bisedu shumë në jetë, se jam i sigurt që kështu eksplicite kom ujtë për me i ba. Dhe ato pyetje që merrën në mënyrë them natyrale ishin kanë bajnë me një opus tëndin shumë të rëndësishëm, që ishte vitet e 90-ta, që ishte lufta për liri, për pavarësi të Kosovës e të gjitha tjerat, dhe brenda asaj unë shoh pak a shumë lidhje edhe me shumë sfida të cilet sot i mbajmë. Dhe nëse muj me thonë që ke qenë, mos them në kry, po brenda një numri jashtëzakonisht të vogël të njerëzve gjatë viteve të 90-ta, i cili e ka bajt barën e diplomacisë së një veprimi të madh që Kosova brenda alternativës, ta quajmë kosovare, kishte e ki bajt atë barë. Sigurisht edhe me disa njerëz tjerë, edhe pse në atë kohë organizimi ishte ndryshe, ja? Në një mënyrë ti ke qenë një volonter shumë i mirë. Në atë kohë dhe një pjesë e madhe e kësaj bare, e cila kishte presionim që ti pus në lojë faktorët aq domethënës, aq të rëndësishëm për ne, sepse vetë do të mund t'ja dilnim, më bon që të pyes ajo që e bonët, dhe thash hajt ta kombinoj me ato pyetjet e gazetarëve, se shpeshherë gazetarëve i kanë 2-3 klishe gjithmonë, edhe kur janë të përgatitur mirë i përmendin ato klishe dhe dalin mirë. Njëra prej klisheve është nëse kishe mujt me ndryshu diçka. Nëse kishe mujt me ndryshu diçka në atë veprim që e bonët atëherë, në rend të parë duhet të them se nuk ishte vetëm ajo pjesa e diplomacisë ku ti ishe aktiv, kishte shumë brenda të cilët e nxitnin diplomacinë tjetër, po në këtë aspekt. Ta merr mendja që keni përgjigje për këtë? Kam një përgjigje e cila është pak më e gjatë dhe cila nuk lidhet drejt për drejti me diplomacinë me shtete tjera. Më duket se sfida ime më e madhe nuk ka qenë t'ja u shpjegoj të tjerëve, edhe pse ka qenë sfidë, ne kemi qenë Kongres Amerikan shpesh, unë kam qenë personalisht shumë herë, sepse ka qenë forma e ndikimit të State Departmenti nëpërmjet Kongresit Amerikan, medje e tjera. Problemi më i madh ka qenë diplomacia mes nesh. Problemi ka qenë i shpjegimit të asaj se çka realisht duam. Edhe po du me e ilustru me bisedova me disa prej avokatëve të cilët janë në ekipin mbrojtës në Hag, të disa prej të akuzuarve, dhe pyetja e cila gjithmonë është shtru është formimi i qeverive së përkohshme, qeverive tranzitore, e tjera. Kosova këtu ka dështu në fakt, dhe kemi mund të jemi më të mirë, sepse nuk arritëm që në pikën kritike, në vitin 1999, ta presim çlirimin e vendit me struktura të përbashkëta të partive politike, të UÇK-s, të një spektri të gjerë, ta presim të unifikuar, në mënyrë që ta fillojmë jetën në liri në formë të unifikuar. Ato e kam, domethënë, në Paris, kur duhej me nënshkru tash marrëveshjen e Rambujës në ceremoninë formale, ne kemi majt një mbledhje të delegacionit të gjerë, pat shumë më tepër njerëz se sa që kishin në Rambuje, dhe kur dështoi formimi i qeverisë së përkohshme, spaku sugjerova, hajde të formojmë qeveri komunale. Hajde të merren vesh partitë politike, LDK-ja, UÇK-ja, LPK-ja, çka ka pas aty prej partive, le të bëhen bashkë që ditën kur se vendi do të çlirojë, do e mos, do të hynte NATO, domethënë ajo ishte një vendim strategjik tash. Por momenti kur do të vinin
ndërkombëtare, do të thonë administrata ushtarake dhe administrata civile. Në Kosovë, në filan komune, do të dilte kryetari komunës, thoshte, mirë se erdhët, kjo është komuna e jonë, në këtë komunë tonë ne jemi në dispozicionin tuaj, t'ju ndihmojmë, si njerëz që keni ardhur në administrimin ndërkombëtar, dhe ne përfaqësojmë spektrin politik në përgjithësi. Dhe kjo do ta lehtësonte tranzicionin tonë jashtëzakonisht. Edhe aksesin me gjithë. Unë dëgjoj këtë e di që sfida më e madhe ka qenë të gjendën alternativa, të gjendën rrugica jo rrugë, jo vetëm për tregu botës se çka po ndodh këtu, po për t'i nxit ata që brenda një strategjie që ne kishim krijuar, po të paktën brenda një objektivi që e kishim ne këtu brenda të na ndihmojnë këtë punë. Dhe ishte shumë e rëndësishme atëherë kur një grup i vogël ju ishit për ditë, para se përmende kongresit, ishit diku apo të paktën ju ftonte dikush, njëna prej këtyre gazetave më të mëdha në për zyrët apo shtëpitë e juaja këtu. Dhe ky është një moment tjetër, po një moment që mua më kalon gjithmonë shumë përshtypje të mirë, dhe nëse më thot dikush mi thuj tri më të bukurat e novejtave dhe veprimit alternativ që e bonëm, shtetin e dytë që e krijuam paralel atëre, atëherë më kujtohet kjo. U tha se ne u pa që populli i gjujti librezat e Partisë Komuniste, të gjithë u bon LDK. Por këtu diçka ishte një problem, në u tha që nga një sistem monopartiak, po shkoni në sistemin e dytë monopartiak. E hekët Partinë Komuniste, e keni LDK-n. Dhe ju ishit një grup i vogël të paktën, ma falin ata të cilët këtë ignorancë time që nuk i di detajet kur flitet se kush kur çka i tha me këndishin, por të paktën e di ajo qysh si u reflektute ne qytetarët. Ju ishit një grup i vogël i cili duket vendosi normal në bashkëpunim me presidentin Rugova, sepse ai ishte i hapur dhe kjo ishte një prej tipareve ti më të mira, sepse ishte i hapur, nuk monopolizoi qysh ma vonë u pa që gjithkund në Evropë, në Ballkan posaçërisht krijon monopole të atyre të cilët e shohin veten në krye të radhës. Ju një grup thatë, hajde shpejt të themelojmë parti tjera. Nëse më gabim ma thu, ishe ti, ishte Shkelzen Maliqi, ishte Hivzi Islami e tjera, të cilët një numër shumë i vogël. Thatë shpejt na duhet, sepse nëse duam t'i bëjmë zgjedhjet, atëherë dojmë pa që ka partia aty. Dhe erdhet ajo që më lidh mu shumë pak më lidhin me atë kohën kuptim të veprimit konkret si pjesë e grupit, se më lidhin shumë gjëra tjera, por jo kjo. Erdhet te unë dhe më thatë, na vjen partia e Gjelbërt. Lutëm, bone një program tjera pregadit në partinë e Gjelbërt. Erdhet Shkelzen Maliqi dhe ti. Dhe ulëm shpejt, unë bona një farë programi e tjera të partisë Gjelbërt. Pse bashkë e Gjelbërta? Sepse e Gjelbërta mund të kalonte në atë kohë akoma lidhja socialiste ishte në veprim, ishte gjallë. Punonte dhe në kuadër të lidhjes socialiste mundeshin, kishte logjik, do thonë ekologët, ashtu siç peshkatarët edhe plumazhit mundeshin me u regjistru, kështu që kishim një modus për me u nxjerr nëse kur gjë tjetër nëse na bllokon policia. Dhe atëherë ndodhi diçka e çuditshme, shumë e bukur. Shkum në themelimin e Partisë Gjelbërt të Kosovës në sallën e kuqe të fakultetit filozofik, fakultetit shkencave shoqërore kështu. Salla kuqe ishte kryemfut brenda kam të mu pren për plot, jo vetëm tulun, duket 400 vende kanë qenë, por edhe shkallëve ishin ul njerëz, kanë ardhur për me e pa themelimin e një parti politike që ishte Partia e Gjelbërt e Kosovës. Ju dulët, kujtohet Shkelzenis, po më kujtohet ishe edhe ti, në atë pjesë, dulëm para tyne, lexuam programin e tjera, kush e di sa mrenda, sa njerëz policisë kanë qenë, po nuk ndodhi asgjë dhe shkurt e jetësum u themelu Partia e Gjelbërt e Kosovës. Mande ju i kishit ato pistat e juja tjera,
ti boni partin parlamentare, boni shkëzeni shkoj ka social-demokrat, i vziu shkoj nga kjo po tjera. Lazar Krasniqi, Partia Demokristjane. E tjera, Demokristjane, e tjera, me fjalë tjera, shumë shpejt. U boni marrëveshjen mes juve të cilët ishit maqit një bartë madhe të veprimit alternativa tjera, për të mirë të vendit. Si ishte koha si them, tregohet cila partia po cili njeri është më i rëndësishëm, ju vendoset me bë këtë punë. Dhe pyetja tash, ku po du me dalë? Pyetja është tash, apo duket një moment që mund të ketë diçka pak ky moment tash, të një përcaktimi tillë, të gjetjes së momentit veçantë ku s'kemi qarë gjithë bashkë, mandej shohim cila parti është më e fortë, apo hajde ta shohim, të bëjmë diçka një herë, të ikim kësaj, jo të ikim, po ta rregullojmë, do të thonë ti sjellim çështjet ashtu siç duhet, mandej sot dush kthehemi qysh edhe ndodhi, përlahemi dhe gjitha tjerat. Mund ta gjesh ndonjë paralele, apo unë kam, apo në inxhinierët s'marrin veshën politikë? Jo. Është, do të thonë, projeksioni yt është dëshiror, do të thonë çdo kush do të kërkonte, do të përpiqen të gjej përgjigjen, po ta shpjegoj këtë të parën. E para ishte që në atë kohë duhej gjetë një unitet, duhej kriju një formë e cila do t'i jepte shumë më tepër energji, do të eliminonte shpërputhjen publike, krijimin e antagonizmave publik mes njerëzve. Dhe më thonë, në atë kohë ishte unifikimi. Fati i madh ishte që në atë kohë kishte njerëz çfarë janë Ibrahim Rugova, Fehmi Agani, Ali Aliu, dhe më thonë, një gamë njerëzve, Hivziu, Shkezeni, që kishin këtë sens të përgjegjësisë, dhe Lazar Krasniqi, që kishin këtë sens të përgjegjësisë dhe të cilët thanë hajde të ulemi edhe të bashkëpunojmë. E njohim autoritetin e padyshim të Ibrahim Rrugovës si njeriu i cili ishte në krye të organizatës më të madhe, identifikohej lëvizja kombëtare me të, por në çështje operative duhej gjithnjë më shumë. Edhe të gjitha vendimet që janë marrë në Këshillin Koordinues të Partive Politike të Kosovës, edhe Këshillin Koordinues të Partive Politike Shqiptare të Jugosllavisë, të ish Jugosllavisë. Në, do të thonë, vendimi strategjik, jetik për shqiptarët, që mos të hyet në luftë të armatosur në vitin 1991, që mos të hapet fronti jugor, ka qenë fryt i këtij debati, ka qenë një debat demokratik. Gjitha vendime tjera, do të thonë, shpallja, kushtetuta e Kaçanikut, referendumi për pavarësi, gjitha janë marrë aty në Këshill Koordinues, dhe kjo ka lehtësuar punën, sepse kanë qenë njerëz përgjegjës të cilët nuk kanë dalë dhe thonë, nuk kanë rrej gjyks, unë e bëna këto, unë e shpalla, unë u qova, nuk e keni dëgjuar ndonjëherë Ibrahim Rrugovën thoshte unë e bëna dy korrikun, ose unë e bëna kushtetutën, ose ndonjën prej njerëzve të tjerë që kanë marrë pjesë. Ka qenë një bashkëpunim shumë i madh. Tash jemi në një situatë tjetër. Aso kohë kemi qenë situatë kur nuk kanë ekzistuar, do të thonë, nuk kemi pas zgjedhje të lira. Edhe duke mos pas zgjedhje të lira, nuk kemi pas mundësi që të kemi legitimitetin e kemi ndërtu në marrëveshje. Tash kemi të bëjmë me legitimitet elektoral, dhe është krejtësisht e natyrshme që partitë të cilat fitojnë vota përpiqen ta ndërtojnë qeverinë mbas të atij legitimiteti, kushdo që do ta bëjë. Ajo që mungon, mendoj unë, dhe ka munguar, është një debat strategjik për çështje çfarë është kjo. Energjia. Energjetika, do të thonë, pavarësia e këtij vendi varet jashtëzakonisht shumë, por janë vendime strategjike të cilat nuk mund t'i bëjë një qeveri. Duhet t'i bëjë një shoqëri, në një konsultim i cili ka të bëjë me siguri kombëtare. Do të thonë, çështja e energjisë është çështja e sigurisë së këtij vendi, dhe kjo nënkupton jo debat brenda
një partie, jo debat brenda një qeverie, brenda një ministrie, kjo nënkupton një debat strategjik mbi ata që do t'jenë aktorët politik, ekonomik e tjera të vendit për një periudhë të gjatë. Po flasim për periudhën e pavarësimit energjetik të këtij vendi në 10-15 vitet e ardhshme. Pra, këto 10-15 vitet e ardhshme do të ndrohen. Raportet politike, do të vinë një në parti në pushtet, do të shkoj tjetër e tjera, por vendimi nuk duhet të ndryshoj. Ky është vendim, është si kur ta ndërton autostrada, nuk mund të shkosh hajt të hapi edhe këtu një rrugë, hajt të hapi edhe atje. Domethënë, duhet marrësh një vendim strategjik i cili pastaj qëndron për një kohë gjatë. Beton, i ndroj syzet, sepse shenova diçka, sepse me fjalë tjera, deshta mi gjetë fjalë të kyqe, dhe se cilën fjalë kyqe nga fjalit tuaja, kur e shkrova, më shkon shumë për shtati ides që tashja kur duhet këto punë me i ba. E kom fjallin për situatën aktuale me këtë them situatë e cila shumë vështirë po gjenë zgjidhje. Tha unitet, njëna prej saj, tha energji, kështu në vitin eksakt që ka na duhet, ka eliminim antagonizmave. Kishte njerë si Rugova, tha. Kjo është vetëmja pikë ku që unë s'mund të atribuoj shumë kollaj, por që ndoshta vetëmja pikë kështu. Kishte koordinim, s'kishte këqyrë çka bane unë ti se bane, atë që e tha, edhe mund t'ja bëj një parti, dhe që s'mund t'a bën një parti vetëm, sepse është situata e tillë që kërkon shumë a tepër, e more shembullin e energjetikës. Pak a shumë unë i shoh këtu dikun e shoh paralel, këtu dikun e shoh këtë moment, sfidat e këtij momenti. Me fjalë tjera, unë s'pres që unë e ti ta dim apo çoj mesazhe nga ky, por situata pak a shumë më duket për sa i përket një përcaktimi të madh, mos ta thuj një përcaktimi ku jo një njeri, ku shumë njerëz duhet të vinë bashkë dhe gjejnë zgjidhje, duket shumë ngjashme me sfidat e atyre viteve të 90-ta. Po. Aso kohë kjo ishte, domethënë, rrjedha e ndërtimit të një konsenzusi, sepse ky ishte konsenzus. Domethënë, gjitha vendimet që u morën në atë kohë ishin konsenzuale, u ndërtua një konsenzus shoqëror. Problemi këtu është i dyfisht. E mungon konsenzusi shoqëror sepse edhe narracioni i përgjithshëm ka degradu. Domethënë, nëse nisemi prej debateve të përnaçme televizive, vështirë është që të gjesh identifikimin e problemit fillimisht, për çka flitet, e pastaj edhe gjesh një tonalitet i cili është pajtues, i cili. Kush e sjellti konsensusin atëherë? Ke fjalën për popullin, them, qytetarët? Jo. Ata ndërtonin konsensusin apo? Qytetarët ishin të gatshëm sepse ishim në okupim, domethënë ishte qartë që ekzistonte presion prej qytetarëve, thoshte, okay, ju që merreni me çështje publike, ju duhet të mrrini një marrëveshje. Ishte një predispozitë e përgjithshme. Por kishte edhe një debat intelektual në atë kohë. Në ato pak gazeta, në ato pak mundësi që kemi pas, nuk kemi pas televizione tjera, por ka pas një lloj debati mbi projektimin e ardhmërisë. Tash është shpërnda, domethënë ekziston një difuzion mendimesh të cilat as po mrin me u ngjizë si mendime, po janë deklarata të përgjithshme. Dhe problemi tash është se si kjo shoqëri duhet të përmbledh ato që janë mendime dhe vendime strategjike. Çka janë ato 3 gjëra që kjo klasë politike ose kjo shoqëri, cilat janë ato çështje, sepse po jetojmë në momentin më dramatik geopolitik. Atëherë e kishim shumë të qartë. Rënja e murit të Berlinit është momenti më dramatik që do ta përjetoj kjo gjenerat. Neve na ndodhi që ta përjetojmë edhe rënjen e murit të Berlinit, edhe tash
e kemi këtë, fundin e paqes amerikane, si momentin më dramatik geopolitik të kësaj gjenerate në shekullin 25. S'dim çka do të ndodhë më tutje, por deri më sot, ky është momenti më dramatik geopolitik. Edhe në këto kushte nevojiten ide konsensuale. Ja, unë mendoj se këtu është ndryshimi atë që unë kërkoja ashtu ta kuptoj më mirë. Nëse dikur ishte presioni i qytetarëve për ata për cilët punonin që ishin pak a shumë unik për zgjidhjen e këtyre problemeve, tash se kemi një situatë tillë, kemi ndarje si në grupin e intelektualëve për cilët fole, që e kanë rolin e tyre dhe duan të vinë me disa ide unike, të cilët sot edhe mbi këtë mund të themi që pak më vështirë se mund të ndërtojmë. Po atëherë të pyes kështu, folëm për të kaluarën, dashka për të ardhmen pak, kështu, për ne ekologët e njerëzit që pretendojmë më marr pak më shumë me energjetikë me zënë të tjera, 2050 që është vit kyç i pastër, zero net është, nuk ka atje. Si është e Kosovën në vitin 2050? Apo, them këtu, ta lejoj një shkallë të dëshirave që do t'i kishe, por kisha pas dëshirë, realisht si mendon se mund të zhvillohen, mund të kemi këto zhvillime geostrategjike që të tjera. Është vështirë parashikueshme çka do të ndodhë. Por e di se cilat janë pikat determinuese që do të na japin vlerësim se çka mund ndodhë. Domethënë, kemi të bëjmë me krizën geopolitike, dhe kjo krizë geopolitike do të prodhojë marrëdhënie të reja, të fuqive, edhe brenda këtyre marrëdhënieve të reja mendoj se është interesi i Kosovës që të ingranohet sa më shpejt brenda një strukture të sigurisë e cila do të krijohet për ta kompenzuar tërheqjen graduale amerikane nga detyrat e veta të deri tanishme. Pra ne duhet të mendojmë për siguri kolektive, regionale dhe evropiane. Siguria jonë është mbështetur gjithmonë te NATO-ja dhe nuk ka arsye që mos të vazhdoj të mbështetet, duhet ta rikonceptojmë dhe rikuptojmë NATO-n mbas të rikonceptimit të NATO-s. Se do të ndodhë një rindarje e përgjegjësive. Për shembull, marrja e përgjegjësive për mbrojtje bërthamore nga ana e Francës dhe Britanisë së Madhe, ngritja e rolit të Turqisë, të mëtejmë të rolit të Turqisë në mbrojtjen regionale. Do të thonë, Evropa do të mbrohet brenda kufive të Britanisë së Madhe dhe Turqisë, si dy forca të mëdha ushtarake, të quajmë ashtu, si dy pika të mëdha të sigurisë kolektive të kontinentale, dhe aty pak a shumë do të integrohemi ne. Brenda 3 vjetësh ose 4 vjetësh bëhet vlerësimi për hyrjen e inteligjencës së përgjithshme artificiale, General Artificial Intelligence. Dhe ky do të jetë revolucioni i madh teknologjik, i cili do të përcaktoj po ashtu mënyrën e ekonomizimit, mënyrën e jetës e tjera. Çështja e cila ndërlidhet me këto është se deri në vitin 2030 8% e konsumit botëror të energjisë do të jetë me inteligjencën artificiale, me serverat e kjo do të thotë po ashtu një ndryshim geopolitik, sepse do të ketë nevojë për më shumë energji, e cila duhet prodhohet shumë më shpejt. Kjo do të thotë ngritje e energjisë bërthamore për shembull në Francë, ngritje e energjisë bërthamore në Arabinë Saudite. Arabia Saudite po e projekton veten tash si një fuqi e ardhme bërthamore, jo vetëm e naftës. Këto zhvillime aq dramatike për një popull kaq të vogël, nuk kupton si ai detari i cili kur nuk ka kompas, duhet me e lëpi gishtin me qit edhe me pa ka po frynernat. Për fat mirë, ne kemi kompas, do të thonë, analiza
e lëvizjeve gjeopolitike është këtu është. Me që duhet me përdorë. Duhet me kuptu edhe duhet me përdor kompasin. Kështu që në vitin 2050, ajo që ka unë mendoj se është e parashikueshme, është të jetojmë në një zonë sigurie kolektive, në të cilën ne marrim pjesë. Kosova do të jetë pjesë e rregullimeve të zonës sigurisë, që për neve si gjenerat, të cilët jemi rrit në pasiguri, është me rëndësi. Është me rëndësi që fëmijët e kësaj gjenerate, lindur në shekullin 21, të jetojnë në një zonë sigurie. Do të jetojnë po ashtu në zonë zhvillimi ekonomik në të cilin hapësinën e konceptojnë ndryshe. Pra qysh tash ne jetojmë me shoqëri shqiptare të shpërndara gjithandej. Pra ajo që ka fillu me idenë e Shqipërisë madhe, tash e kemi shqiptarinë e madhe gjithandej në për botë. Dhe domethënë nuk ka nevojë njeriu me mendu shumë, i shef ata londinezët shqiptarët e Kosovës që jetojnë në Londër, që hypin në avion edhe vinë për vikend sepse kanë më mirë me pi ka i birë këtu në lokalet e Prishtinës, çmallën pak edhe kthehen në Londër. Domethënë, jeta ka me qenë shumë më dinamike dhe shumë më e ndërlidhur. Tash ku po hym te inteligjenca artificiale? Sfida më e madhe e Kosovës pos energjetikës është arsimi. Është ruajtja e gjuhës shqipe, identitetit në një botë në të cilën kemi sfidat këtilla të AGI, të inteligjencës artificiale të përgjithshme, por në të cilën 78% e fëmijëve tonë nuk e kuptojnë tekstin të cilën e kanë lexuar. Dhe kjo është gati sfidë e njëjtë për popullin tonë, çfarë ka qenë në vitin 45 me alfabetizimin e popullit tonë. Më thonë, është sfidë pothuajse e njëjtë, për fat të mirë, jemi shumë të aftësuar për ta kaluar këtë sfidë, se sa që ka qenë gjenerata e cila është dashur me i hap shkollat e para shqipe në vitin 45. Je aktiv që shumë dekada, edhe smuj për të bo këtë pyetje, a më letë ishte atër kur ti me shokët luftojshit për liri, apo sot kur jeni të angazhum në mënyrët ndryshme për të bo këtë qytet funksional? Janë sfidat të natyrave të ndryshme, dhe më thonë, në atë kohë ishim edhe të papërvoj, edhe pa ndonjë sens se krejt kjo do të rezultoj dikun. Unë kam bisedu me shumë pushtetas të Slovenisë, Kroacisë, Bosnjë-Hercegovinës, Malit Zi. Në vitin 1989, në vitin 1990, vështirë që do të thoshte dikush fundi i krejt kësaj do të jenë shtetet e pavarura. Do thonë, shumë prej njerëzve sloven në atë kohë, për shembull në një moment erdhi, ky është një detaj i cili nuk njihet shumë, por erdhi delegacioni i Slovenisë, hypi në avionin e vet, vitin 91, erdhi në Prishtinë, u mblodhëm në drek këtu në qafë, ishte ky kryetari i Partisë Komuniste Ciril Ribičić atëherë, me të tjerët, domethënë delegacion shtetnor i Slovenisë, edhe erdhën thanë, ju kemi borxh t'ju themi se ne po dalim për Jugosllavisë. E kemi borxh ndaj jush se ju kemi mbrojt e tjera, po ju themi juve para krejt të tjera, nuk dim a do të ndodh kjo punë, por ne jemi nisë në atë rrugë, po ju tregojmë juve, po e ndajmë si miq këtë. Edhe u kry dreka, e përcolla Ciril Ribičić, thash, po mirë, fundi i krejt kësaj qysh do të duket, se ju po e fillonim. Tha, fundi do të jetë një lloj konfederate, do qysh do të mbetet kështu, po e kemi hallin e juj, se ne do të rahatohemi, po ju hala se keni të qartë këtë punë, por në çfarëdo rasti ne do t'ju përkrajmë. Domethënë, asaj në atë kohë nuk e kishte idenë që
fundi i kësaj do të jetë shteti pavarur sloven, i cili do të jetë antari i Bashkimit Evropian. Edhe sot do duket ndoshta që janë të paqarta rrugët, por jemi në kushte kur ekziston siguria. Edhe në kushtet e sigurisë, sfida është më e lehtë. Edhe rikomponimi shoqëror do të jetë, brenda 3-4 vjetësh, me hyrjen e teknologjisë, me sfidës e re teknologjike të inteligjencës artificiale, të cilën qysh tash po e përjetojmë. Fëmijët qysh tash po i kryejnë detyrat në ChatGPT. A është kjo e mirë ajo? Ata që janë pjesë e 78%. Ata, ndoshta edhe ata. Por, ballafaqimi me këtë do të na detyroj që të gjejmë energji transformative, se kjo është kryesorja. Ja, qartë, për fundve tonë, një fare të shkurt, një pyetje. Si t'ja bojmë që t'i ikim atij epizodi me bokserin toni cili dikush ja fik dritat? Ta ndrojmë bokserin apo trajnerin? Jemi kush, s'tia mundem me asnjërin as tjetrin, nëse vlen ajo analogjia dhe ajo metaforë me të cilën e filluam, jemi boksieri i cili ka Kosovën A, Kosovën B. Nuk është problemi i boksierit, sa është problemi atij boksierit të japim edhe një prej atyne bombonave me sheqer që ta duroj këtë raundin e tretë, bombona me sheqer ose energy drink, çka do të jetë që do t'i japim boksierit, është që t'i tregohet se ekziston në fund të këtij raundi të tretë rruga drejt fitores. Nëse i bën këto lëvizje, edhe me këto që i folëm sot, investime në hidro, investime për një tranzicion të gazit, investime për idenë e shëndrimit në gaz sintetik, boksieri e shef se me 2-3 lëvizje edhe mund ta fitoj këtë meç. Shpresoj shumë edhe unë. Faleminderit shumë. Në ky bashkëbisedim vazhdon në vjesht, në ciklin vjeshtor, e shohim se çka kemi bërë deri atëherë. Ja, atëherë çojmë ti masim i shpejta. Sot sa ferma i kemi që tash në vjesht i flasim përsëri. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit shumë.